Deputetja nga komuniteti bosnjak Duda Balje ka rrëfyer detaje nga takimet që ka pasur me kryeministrin në detyrë Albin Kurti, ku ka treguar se ju ofrua posti ministres, por thot se mënyra se si është trajtuar më pas ka bërë që të mos e pranojnë me një ofertë të tillë nga ana e vetëvendosjes. Në fillim kemi pasur një takim me partinë time ku kemi folur në përgjithësi si për planin për të formuar qeverinë dhe nevojat tona. Në takimin e dytë kam menduar se do të jem vetëm me Albinin për të biseduar më konkretisht dhe për të përcjellë një kërkesë që e kam marrë nga terreni. Për këtë kërkesë disa më kanë parë si armike të shtetit, ka deklaruar Balje. Ajo më pas ka treguar se në takim ishin të pranishëm edhe dy deputetë të komunitetit bosnjak, Emilia Rexhepi dhe Rasim Demiri, dhe se i ka bërë të qartë Kurtit që nuk do të votonte ligje, të cilët i konsideron të papranueshëm edhe nëse arrihet një marrëveshje. Në atë moment Kurti më tha: "Ti e ke vendin e ministres. Nuk e di si e ka thënë nëse për të më larguar nga kuvendi, por unë kam qenë sinqert me vetëvendosjen dhe nuk e kam merituar trajtimin që e kam sot", ka theksuar ajo. Sipas Duda Baljes, pas premtimit për një post ministror, i ishte thënë se do ta thërrisnin në orën 10 për të caktuar ministrin përkatëse, por një telefonat e tillë nuk ka ardhur kurrë në drejtim të saj. "Ne kemi pritur, por deri tash s'ka pasur asnjë thirrje. Tash nuk jemi duke pritur më. Edhe nëse vjen ajo ofertë, nuk e pranoj më. Atëherë po", ka shtuar Balje. Ajo më pas ka folur lidhur me ofertat e bëra nga lëvizja vetëvendosje dhe rreth videove të cilat po qarkullojnë në rrjetet sociale. "Kur unë jam në pyetje, do të thotë që kemi disa precedent në shtet, dhe mënyra e respektimit, edhe mënyra e poshtërimit, edhe mënyra e prezantimit të fuqisë. Unë jam e vetmja deputete prej komuniteteve që jam kundër një partie e cila ka fituar zgjedhjet. Deri tash nuk e kemi pasur këtë situatë", tha ajo më tej. Duda Balje është shprehur se deputetët e komuniteteve gjithmonë kanë qenë me partinë fituese të shqiptarëve, por se këtë herë ajo ka thënë se ka vendosur, dhe jam e shumë e sigurt dhe kam shumë arsye për të mos qenë pjesë e ekipit të vetëvendosjes në të cilin janë deputetët e tjerë. "Unë nuk e votoj. Unë kam qenë gati me ja zgjat dorën Albinit, vërtet. Kam shkuar në takim pavarësisht se për 5 vite kur kam qenë me ata, në çfarë pozite kam qenë, të injorimit, mos komunikimit, edhe mënyra qysh e kanë ndihmuar konkurrencën time gjatë fushatës zgjedhore. Kurti nuk ka shkuar me vizitu bosnjakët", ka thënë ajo. Sipas Duda Baljes, këto ishin shenja se si e kanë pasur në plan me e heq prej politikës.